kanë ringjallur një shpresë tashmë të humbur tek shqiptarët, një aspirat për një model tjetër të politikës, të shoqërisë, të marrëdhënieve sociale, dhe është kjo aspiratë e cila dëshmohet edhe nga thirrjet e protestuesve në shesh, për shembull thirrja Shqipëri e Re, thirrja Rama në Burg, Berisha në Burg, që ka përmbledh në një farë mënyre të gjitha atë perceptimin e një keqeverisjeje 35 vjeçare, jo thjesht të lidhur me çështjen e Zvërnecit, jo thjesht të lidhur qoftë edhe me qeverisjen 13 vjeçare tashmë të Edi Ramës, por në tërësi të një sistemi, do të quaja politiko-oligarkik, ku përfshihen edhe mediat kryesore të vendit, për të cilat mund të kemi kohë të zgjerohemi të flasim gjatë. Çfarë konstatoni tek këto probleme, qoftë edhe tek mediat, qoftë edhe tek anët e tjera? Do thoja këtë gjë që shembulli tipik është ai i ngjarjes fundit në Zvërnec, në cilën le të themi bëhen bashkë të gjitha këto aspekte problematike të shoqërisë që kemi ndërtuar në 35 vitet e fundit, pra. Sepse do thoja faktin që kemi të bëjmë jo vetëm me një projekt i cili potencialisht shkatron natyrën dhe specifikën e natyrës së zonës së Zvërnecit, e cila është një zonë e mbrojtur në Shqipëri dhe që ata aktivistët e mjedisit tonë se ka një specifik të veçantë nga pikpamja e ekosistemit e biodiversitetit e merat. Po për më tepër përfshihet edhe fakti që në protestën e parë që nisin në 31 maj, protestën e banorëve lokal të Zvërnecit, pra është problematika e përhapur gjerësisht në Shqipëri dhe që vazhdon të jetë e tillë për 35 vjet, që është problemi me pronësinë, pra qytetarë shqiptarë të cilët kanë një certifikat pronësie, por gjithsesi nuk u njihet mundësia për ta zhvilluar pronën e tyre dhe rrjedhimisht zvariten gjykatave pafundësisht për dekada të tëra për ta marrë këtë të drejtë. Njëkohësisht kemi të bëjmë me falsifikimin e dokumentave të pronësisë nga një person i quajtur Artur Sheu, i cili vetëm në dy ditë më parë u shpall në kërkim nga struktura e posaçme antikorrupsione e Shqipërisë, i akuzuar jo vetëm sa i përket projektit të Zvërnecit, por dhe si trafikant droge, pra. Dhe mbi gjithë këtë panoramë, le të themi, të trisht, mund të shtojmë faktin që vetë qeveria shqiptare dhe Edi Rama, kryeministri, pra, i cili është njëkohësisht edhe kryetari i kësaj që quhet Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, pra ai i cili jep lejet e ndërtimit për këto subjekte, dhe është ai që ka firmosur. Pavarësisht protestave, pavarësisht gjithë zhurmës që është krijuar, refuzon që të bëj publik, le të themi, një dokument vetëm ku të paraqitet projekti zhvillimor i supozuar nga ana e tij për zonën e Zvërnecit, ku të paraqitet në një farë mënyre edhe ndërhyrja që do bëhet në mjedis, ndërkohë që qëndrimi i tij hershëm ka qenë që unë nuk përfshihem në konfliktet që kanë të bëjnë me pronësinë, ato le të zgjidhin gjykatat. Kështu që dihet. Zoti Rama tha edhe para CNN-it edhe para shumë mediave të tjera që nuk ekziston projekti. Si është e vërteta? Ka një projekt apo nuk ka? Kush gënjen në këtë mes? Të paktën ka një projekt paraprak që supozohet se është refuzuar nga qeveria dhe pikërisht ky projekt bazohet edhe ajo shuma maramense që përflitet prej 4.5 miliard dollarësh që supozohet të jetë investimi që do të kryhet. Megjithatë, Edi Rama dhe qeveria e tij pra supozojnë që nuk ka një projekt përfundimtar. Por fakti që është dhënë një leje zhvillimi do të thotë se pavarësisht detajeve të projektit që mund të përmbaj leja e ndërtimit, fakti që ka një leje zhvillimi nuk kupton që aty është përcaktuar se çfarë do jetë intensiteti i ndërtimit, pra sa njësi banimi do jenë aty, ç'pjesë të tyre do jenë vila private dhe ç'pjesë për shembull do jenë hotele, restorante, përderisa këtu flitet që investimi do jetë për në të mirë të turizmit, ndërkohë që duket që është e gjitha një skemë spekulative dhe që në thelb nuk është një investim i huaj për turizmin, por është thjesht një investim në sektorin imobilar, pra në një zonë tejet të
me potencial të madh turistik, po ndërtohet, projekti është për të ndërtuar vila private, të cilat do t'i blejnë pak njerëz në Shqipëri ose edhe nga jashtë kanë mundësinë për t'i blerë dhe që do përjashtojnë gjithë shqiptarët e tjerë nga mundësia për ta shijuar, le themi, Bregdetin shqiptar në Zvërnec. Kemi disa projekte të ndryshme, apo mund kemi edhe projekte që ende nuk e dim, pasi përfitet se janë shitur hektar të tëra tokë nëpër Shqipëri, në zonat më të mira, qoftë malore, qoftë ato bregdetare. Cilët projekte besoni që mund të arrin dritën e formësimit ashtu siç i kanë bërë, apo besoni fort që protestat edhe gjithë ky reagim publik që tani është ndërkombëtarizuar do t'i ndaloj qoftë këto, qoftë investimin në Sazan, qoftë në Rjoll, apo edhe në lagunën e Nartës dhe Gruagderdhen e Vjosës? Shiko, po e nis nga ato që janë kërkesat e protestuesve për të bërë një analizë edhe nga pikpamje ligjore e asaj që ka ndodhur në Shqipëri. Pra, kërkesa kryesore e protestuesve sigurisht është dorëheqja e qeverisë Edi Ramës, por 4 kërkesat e tjera kanë të bëjnë me 4 ligje të cilat janë zbatuar gjatë qeverisjes së tij dhe që kanë mundësuar, do të quaja, zhvatjen e pronave me potencial turistik nga, le them, pronarët e tyre legjitim dhe shkatrimin e natyrës shqiptare. Këto janë ligji për investimet strategjike, ajo quhet paketa e maleve që tashmë do zbatohet dhe në zonat malore, ndryshimet që janë bërë ligjit për zonat e mbrojtura, siç është për shembull zona e Zvërnecit, dhe ndryshimet që janë bërë ligjit për trashëgimimin kulturor që dhe këtu tentohet të ndërhyjet në zonat të trashëgimisë kulturore shqiptare. Pra, gjitha këto ligje të shfrytzuara nga Edi Rama, që siç e thash është kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe Ujit, ka bërë që projekti i tij zhvillimor, le themi, i Shqipërisë të fokusohet posaçërisht tek sektori i ndërtimit, qoftë i kullave, sidomos në kryeqytet pranë Tiranë, por qoftë edhe i rezorteve luksoze në Bregdetin shqiptar dhe ato që tregojnë faktet edhe nga dosja e fundit hetimore e SPAK-ut, pra e njësisë speciale antikorrupsion, tregojnë që i gjithë ky projekt është bazuar tek fluksi i parave që në fakt kanë ardhur nga trafiku i drogës dhe që është kanalizuar në Shqipëri në mënyrë për pastrimin e parave. Pra, SPAK-u bën fjalë, pra vetëm 2 ditë më parë u arrestuan ose u lëshuan urdhra arreste për rreth 20 persona dhe bëhet fjalë se për një leje ndërtimi prej 1.2 milion metër katror që është dhënë nga Edi Rama tek këta personat implikuar me trafikun e drogës në të gjithë Shqipërinë. Rrjedhimisht, sa i përket pastaj potencialit të protestës, unë do thoja që këmbgulja, po dhe vetë fakti që pjesa kryesore e protestuesve janë të rinj, janë njerëz të arsimuar, shpeshherë faqësues klasë së mesme që vinë protest me familjen e tyre, me fëmijët e tyre. E gjithë kjo energji pra e çliruar në shesh këto 15 ditë do ta detyroj kryeministrin e vetën Edi Ramën që eventualisht pra të jap dorëheqjen dhe që nga ky moment të nis një moment i ri për Shqipërinë, që do të bazohet padyshim në anulimin e ligjeve shkatrimtare dhe grabitqare për vendin, por duke vendosur një standard të ri, le të themi, për politikën në vend. A është Lëvizja Bashk organizatore kryesore e protestës? Jo, shiko, e bukura e veçantë e protestës është pikërisht që është një protestë spontane. Është një protestë e cila bën bashkë grupime nga më të ndryshmet, qoftë sa i përket moshës së protestuesve, edhe pse siç thash mizotrojnë të rinj, por qoftë edhe le themi qasjeve fetare, ideologjike me radhë. Ne kemi luajtur, kemi bërë detyrën tonë, mund ta them kështu, duke e denoncuar ndërhyrjen që po ndodhte në zonën e Zvërnecit, pra të Pishporo-Nartës, siç quhet, që në datën 7 maj, unë e kam ngritur për herë të parë në Kuvendin e Shqipërisë, më pas përsëri, në një moment kur unë isha i vetmi deputet që flisja për këtë gjë, dhe askush tjetër në sallë nuk reagonte, as mediatikisht, as le të themi në mënyrë zyrtare. Dhe kjo bëri që në protestën e parë që organizuan banorët e Zvërnecit më 31 maj të na thrisnin edhe ne, përfaqësues të Lëvizjes Bashk, për ta mbështetur protestën e tyre, dhe ishte pikërisht protesta në
në cilën jam i sigurt që edhe ju keni parë pamjet ku një prej banorëve të Zvërnecit është goditur dhe më pas është marrë zvarr nga njerëz që supozohet të ishin aty për sigurinë. Dhe ishte pikërisht ky moment që më pas nxiti ose ishte piknisja e protestave në Tiranë, që po e theksoj edhe një herë ishin spontane, ishin të larmishme dhe pikërisht për këtë arsye ishin edhe madhështore në numër, më them, dhe vazhdojnë të jenë të tilla sot e kësaj dite pra.